Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi në këto ditë të ngrohta të verës me mua Tiron Alilin. Fillimisht një herë të gjithëve ju uroj pushime të mbara, ju që tashmë keni përzgjedhur që të vizitoni Bregdetin e bukur shqiptar, ju uroj pushime të mbara, pushime të këndshme. Uroj që në fakt të argëtoheni në bukuritë që të falë Shqipëria dhe të shihoni lajmet që ne postojmë çdo ditë rreth personazheve publik, rreth atyre personazhe që në fakt juve ju dhurojnë emocion, jeni përfshirë në jetën e tyre, në një farë mënyre jeni bërë pothuajse një familje, jeni familjarizuar. Ditën e sotme, si gjithmonë, do ta nisim me çiftin më aktual, me çiftin më të komentuar, me çiftin më të përfolur. Dyshen e dashur Briteo, Brikenën dhe Mateon. Brikena dhe Mateo, një nga dyshet që po komentohet shumë, një nga dyshet që po përflitet shumë, një nga dyshet që ka në fakt debate të forta për to, në për komente, për marrëdhënien e tyre, për sinqeritetin e atë marrëdhënie dhe për këtë histori të bukur të dashurisë. Unë dua ta nis fillimisht duke i dhënë një lloj komplimenti, më falni, Brikenës për projektin që solli ditën e djeshme. Unë ju pata paralajmëruar deri diku, do të thënë Brikena po përgatiste pothuajse 2 projekte. Një projekt që i kushtohet muzikës edhe artit që pritet të vijë së shpejti. Brikena e ka bërë vetë të ditur, do të thënë që është duke punuar një këngë, por nuk e ka cekur në qoftë se është këngëtare apo është figurante në atë këngë, por gjithsesi do të thënë ka treguar që po punohet një projekt dhe nga ana tjetër kemi të bëjmë me një reklam ku Brikena tashmë po e shfaq veten e saj edhe si influencere. Me thënë Brikena në rolin dhe në këndin e influenceres po shëndrit në reklamat në fakt që do vinë, kanë ardhur, vinë dhe do të vinë në Instagramin e saj. Ditën e djeshme kishte përzgjedhur që me bikinit në fakt që ka bërë foton profesionale brenda një jahti, Brikena të bëj dhe reklamën e një kafeje që e shijon në fakt Brikenën dhe po e kënaq Brikenën në këto ditë të ngrohta në Bodrum të Turqisë. Reklama është pritur me shumë dashuri, do të thënë është reklama e dytë që kur Brikena ka dalë nga Big Brotheri që është duke bërë në fakt në rrjetet e saj sociale, është pritur me shumë dashuri, është pritur me shumë pozitivitet, është pritur me shumë energji të mirë. Do të thënë reklamën e kanë duar trokitur dhe Brikena e ka shijuar pafund këtë mbështetje të madhe që i ka dhënë publiku. Brikena po jeton, po e shijon këtë sukses të jashtëzakonshëm dhe në fakt mundohet edhe ta shfrytëzon. Duke që edhe në Turqi Brikena pas ka marrë goxha emër që ka përzgjedhur që të bëjë një reklam të një brandit i cili nuk operon, me thënë të drejtën, shumë në Ballkan, por ndoshta tashmë do të ketë interesin për të kaluar edhe përtej kufive turk. Brikena si gjithmonë, do me thënë në linja fantastike, si gjithmonë e bukur, si gjithmonë tërheqëse, na dhuron këtë energjin e bukur. Ato së bashku ndajnë edhe fotografi, së bashku me Mateo ndajnë fotografi nga momentet e tyre fantastike, duke i shijuar tash në pushim. Brikena dhe Mateo janë me linja të mrekullueshme. Brikena poston fotografi me bikini, duket shumë tërheqëse, duket shumë seksi. Dhe kjo gjëja patjetër që e bën Mateon që të jetë edhe më i dhënë pas Brikenës, sepse Brikena për Mateon është paketë, i ka të gjitha. Çifti po kalon momente shumë të bukura, çifti po argëtohet, duke që pushimin e kanë kaluar jashtëzakonisht bukur, do të thënë kanë kaluar vetëm çaste të mira. Këtu merr kuptim edhe fjala tjetër që Brikena e pati thënë në Shizon Top që
Unë edhe Mateo kemi pothuajse më shumë çaste të bukura dhe shumë më shumë më pak çaste të vështira, nëse mund t'i themi në marrëdhënie. Marrëdhënia jonë është harmonikisht shumë e lumtur, është një marrëdhënie pozitive dhe është një marrëdhënie që na dhuron me të vërtetë energji të mirë, na dhuron me të vërtetë dashuri dhe ne po kënaqemi me njëri tjetrin. Domethënë, këto janë fjalët të Brikenës që thonte gjithmonë për raportin e tyre dhe këtë raportin ato e dëshmuan. Çifti vazhdon të jetë në Turqi, domethënë vazhdon t'i falë pozitivitet vetes së tyre, mundohen që ta shijojnë në maksimum pushimin, mundohen që të relaksohen në maksimum, se me patjetër në kthimin e tyre në Shqipëri dhe në Kosovë, sidomos në Shqipëri, sepse tashmë Brikena është pjesë e televizionit Top Channel, i pret një maraton e gjatë, i pret një lodhje e gjatë, i pret një stres i papar për të ndjekur rrugtimin e emisioneve të televizionit Top Channel. Çifti vazhdon të jetë perfekt, vazhdon të na falë emocione të bukura. Në fakt, në fotografi që i shohim dhe që i ndajmë me ju, unë shoh çdo gjë perfekte, unë shoh një çift spektakolar, shoh një çift që vërtet janë të dashuruar. Shumica, ashtu siç e thash edhe në fillim, domethënë mund ta komentojnë që kjo gjëja mund të bëhet edhe për interesa, nuk ka dashuri në këtë mes, por unë me thënë drejtën nuk e shoh të tillë. Unë e shoh vërtet për dashuri, unë e shoh vërtet me emocion dhe nuk e shoh një marrëdhënie të cilën e shoh në aspektin e interesit, e shoh në aspektin e matematikës për klikime. Domethënë thjesht është një marrëdhënie shumë e bukur, është një marrëdhënie shumë e hapur dhe është një marrëdhënie shumë pozitive që Mateo dhe Brikena kanë gjetur tek njëri tjetri. Është përfolur që Mateo është xhelos, nuk do ta linte Brikenën që t'ishte kaq e hapur, por jo, Mateo tregon që është shumë popullor dhe ka besim të jashtëzakonshëm tek partnerja që ka në krah. Domethënë marrëdhënia është marrëdhënie korrekte, është marrëdhënie shumë e bukur dhe çifti vazhdon të ruaj energji të mirë dhe vazhdon të na dhuroj energji të mirë. Domethënë po e jetojnë çastin edhe momentin e tyre. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe, unë në kanalin Monitor TV me patjetër që do të sjell si çdo ditë, do vazhdoj të sjell lajmet më të mira, do vazhdoj të sjell lajmet më të fundit që kanë të bëjnë rreth showbizit, rreth artistëve, rreth personazheve publik dhe do t'ju fal gjithmonë momente të cilat kanë të bëjnë me këto gjëra. Çifti është në superlativ. Ato po ndajnë momente të bukura në Turqi, me patjetër që do na sjellin fotografi të tjera, me patjetër që do na sjellin momente të tjera, por unë do kisha dashur që të preferojnë të futen edhe live në Instagram për të na treguar momente, se si kalojnë atje, çfarë bëjnë, si argëtohen dhe si shkon marrëdhënia atyre. Edhe pse është një marrëdhënie harmonikisht dhe jashtëzakonisht shumë marrëdhënie e lumtur. Unë ju uroj gjithë të mirat dhe shpresoj që shtatori të jetë një rikthim pozitiv dhe të jetë një energji e mirë patjetër për çiftin shqiptar. Vazhdoni të më ndiqni me subscribe.